Sot, industria më e zhvilluar në Shqipëri është industria e ndërtimit. Dhe të punësurit e shumt janë në këtë industri. Por ajo që vjet re dhe që po ndodh vazhdimisht në objektet në ndërtim janë aksidentet e rënda, madje dhe me humbje jete. Këto lloj personash humbasin jetën, por nga ana tjetër humbasin dhe të ardhurat financiare. Sigal i është drejtuar të gjithë kompanive të ndërtimit, shoqatës së ndërtuesve dhe të gjithë atyre që kanë të punësuar të bëjnë sigurimin nga aksidentet të këtyre punojësve. Sigurimi nga aksidentet krijon mundësinë që të përfitojë secili i dëmtuar një shumë të caktuar në rast se është i lënduar, një shumë ditore, dhe të përfitojë një shumë për në rast humbje jete, e cila është një kompensim financiar dhe një ndihmë për pasardhësit e atyre që humbasin jetën, kundrejt një primi shumë të vogël krahasuar me vlerën që mund të përfitojnë ata.